këtë vit mbi ngarkesat janë shfaqur më të theksuara në disa nënstacione specifike. Në këto nënstacione kapacitetet janë të limituara dhe në orët e pikut krijojnë mbi ngarkesa në rrjet. Sot sistemi po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit, sidomos në orët e pikut. Tradicionalisht piku i ngarkesës tek ne shfaqet gjatë sezonit dimëror në theks të veçantë periudha ndërmjet 20 dhjetorit dhe 5 janarit, përkatësisht kur konsumi rritet ndjeshëm dhe atë në oraret ndërmjet orës 9-11 paradite, 16-19 në mbrëmje dhe në orën 22-23 në orët e vona të mbrëmjes. Ngarkesa maksimale ka arritur deri në 1523 MW, e krahasuar me vitin 1472 MW vitin e kaluar. Tani, kur temperaturat nuk janë të shumë të ulta, në krahasim me pikun e vitit 2020 ishte 1249 MW. Ky trend tregon se kërkesa po rritet më shpejt se sa ritmi historik i kapaciteteve dhe kërkon menaxhim më të kujdesshëm operacional. Siç e dini, Posti prej vitesh po investon për të rritur kapacitetet transmetuese dhe për të eliminuar fytyet e ngushta në rrjet. Investimet e përfunduara në vitet e fundit, si në stacioni Prishtina 6, në stacion shumë afër nga këto, në stacioni Fush Kosova dhe në stacioni Ferizaj, kanë përmirësuar ndjeshëm sigurinë dhe fleksibilitetin e furnizimit në këto zona dhe jo vetëm. Megjithatë, këtë vit mbi ngarkesat janë shfaqur më të theksuara në disa stacione specifike. Në stacioni Rahovecit që furnizon Rahovecin dhe Malishevën, në stacioni Prizreni 1, një pjesë të Prizrenit dhe të Dragoshit, dhe në mënyrë të pjesshme Gjilani dhe Lipjani. Në këto stacione kapacitetet janë të limituara dhe në orët e pikut krijojnë mbi ngarkesa në rrjet. Prandaj, gjatë javës së fundit, në periudhat caktuara të pikut, kosti ka zbatuar kufizime të përkohshme dhe të kontrolluar të ngarkesës. Dua të theksoj qartë, këto masa nuk janë qëllim në vetvete, ato janë instrumente sigurie për të garantuar funksionimin normal të sistemit, mbrojtjen e sistemit dhe për të shmangur incidentet më serioze që do të kishin ndikim shumë të gjerë. Qasja jonë është të veprojmë me precizitet teknik vetëm atëherë kur është e domosdoshme për aq sa është e nevojshme. Po ashtu, për transparencë dhe për të vazhduar drejt dallimit mes rolit të kostit në nivelin e furnizimit të konsumatorit, ndërhyrjet në kost që janë urdhëruar këto ditë kanë qenë të kufizuara vetëm në disa stacione dhe vetëm në disa orë caktuara të pikut dhe janë shprehur me këto vlera. Në stacioni Rahovecit deri në 20% e ngarkesës ose 12.6 MW, në stacioni Prizreni 1 deri në 19% të ngarkesës apo 7.7 MW dhe në stacioni Lipjanit deri në 3% ose 3 MW. Në një rast të vetëm të izoluar është ndërmarrë edhe një ndërhyrje minimale në stacionin Gjilani 1 dhe këto masa teknike janë marrë për të siguruar rrjetin nga çdo reduktim tjetër që qytetarët mund të kenë ndier në nivel të furnizimit dhe nuk është shkaktuar nga ne pjesa tjetër. Zona më e ndjeshme aktualisht mbetet zona e Rahovecit dhe Malishevës, që fatmirësisht dje, mbas edhe jeni të informuar që kemi vendosur themelin për ndërtimin në stacionit 220 35 kV Malisheva, një investim që do të rrisë kapacitetin dhe do të zgjidhë problemin e këtyre zonave dhe më gjerë. Në fund, dua të theksoj se sfida kryesore është menaxhimi i pikut. Çdo ulje e konsumit në orët e ngarkesës, kur ajo është e lartë, e ndihmon sistemin të mbetet stabil për të gjithë. U bëjmë thirrje qytetarëve dhe bizneseve sa herë që të jetë e mundur të zhvendosin përdorimin e pajisjeve me ngarkesë të lartë jashtë kohës së pikut dhe të shpenzojnë energji në mënyrë sa më racionale, në mënyrë që furnizimi të jetë i garantuar për të gjithë. Ne do të vazhdojmë të investojmë, të operojmë me standarde të larta dhe të komunikojmë hapur, sepse mendojmë se energjia e sigurt është themeli i ekonomisë dhe i cilësisë së jetës.